Në zonën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, sot filloi solemnisht procesi ndërtimit të autostradës Morin-Prishtinë-Merdare, që është vazhdimi i autostradës së Durrës-Kukës. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës dhe Shqipërisë cilësuan këtë si një projekt shumë të rëndësishëm që lidh jo vetëm të dyja vendet, por edhe rajonin. Autostrada do të ndërtohet nga kompanitë amerikane dhe turke Bechel dhe Enka dhe pritet të kushtojë rreth 700 milion euro. Nga Prizreni njofton korrespondenti i Zërit Amerikës, Besim Abazi. Me një shpërthim simbolik, sot në fshatin Vërmic të komunës së Prizrenit filloi procesi ndërtimit autostradës Morin-Merdare, që është vazhdimsi i autostradës Durrës-Kukës, që është cilësuar shumë herë si rruga e kombit. 10 mijë njerëz morën pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve, për urimi i cilave u bën nga autoritetet më të larta të Kosovës së Shqipërisë dhe diplomatë ndërkombëtar. Njëri pas tjetrit, ata e cilësuan ndërtimin e kësaj autostrade për mbushjet e ëndrave të shqiptarëve për integrim kombëtar, rajonal dhe evropian. Që sot po nis betejë e madhe për rrugën e shpresës sonë të përbashkët, për zhvillim më të shpejt ekonomik, sepse kjo autostradë do të ndikojë drejt për drejt në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Por, për te dobisë ekonomik, për te lehtësive të mëdha që do të na sjellë në bashkëpunimin dhe njohjen ndër sjellë, kjo udhë ka domethënie shumë më të fuqishme shpirtënore për ne, sepse shënon përfundimin e ndarjes pa dëshiruar që na është imponuar shekuj me radhë. Inaugurimi sot i korridorit kombit, vetëm pak më shumë se 2 vjet, Kosovë e pavarur dëshmon se çfarë mund të bëjnë shqiptarët e lirë, dëshmon forcën magjike të lirisë, vullnet e hekur të shqiptarëve për të kapur kohën e humbur, për të ndërtuar tasmen që meritojnë. Sot është një ditë e madhe dhe shënuar për të gjithë ne. Sot Kosova dhe gjithë shqiptarët kudo që jetojnë kanë fest. Po e hapim kapitullin e historisë së re të Kosovës, epokën e fuqizimit të zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Sot, historia dhe armja e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës bëhen një. This road, which is the most complex, difficult and costly transaction. Kjo rrugë që është projekti më i ndërlikuar, më i vështirë dhe më i kushtueshëm i ndërmarrë ndonjëherë nga shteti i pavarur i Kosovës, shënon fillimin e një faze të re të pikurisë së shtetit të Kosovës dhe ushtrimit të pavarësisë së tij, tha ambasadori amerikan Christopher Dell. Çmimi i ndërtimit të autostradës, që do të zgjasë 36 muaj, sillet në rreth 700 milion euro, por ky nuk është çmimi përfundimtar. Çmimi real i saj do të jetë gjatë ndërtimit dhe ky ishte një prej arsyeve që është zgjedhur metoda e ndërtimit hap pas hapi. Fillimi i punës për ndërtimin e autostradës sipas autoriteteve është përfundimi i një procesi të mundimshëm i cili është mbështetur nga mekanizma të rëndësishëm ndërkombëtar, por ka pasur edhe përpjekje për pengimin e projektit. Sidoqoftë, ndërtimi i autostradës është projekti më i madh që financohet nga qeveria e Kosovës dhe vlerësohet me rëndësi të posaçme për ekonominë e Kosovës dhe lidhjen e saj me vendet shinje. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prizren.